Nuk e përmision Allahu gjendjen tonë. Përderisa nuk I përvenim krap, ta përmision atë vetën tonë. Se sikur kish me qenë kështu, Allahu kish me avon këtë begati pejgamberëve, po s'ja u ka dhënë. Allahu kish me avon këtë begati pejgamberëve, po s'ja u ka dhënë. Ja u kalon këto rregulla në për të cilat ejtë kaderi Allahut. Kështu me kuptu kaderin e Allahut subhanahu wa taala. Nuk vjen kaderin hapën në sytë dhe u bo, ku sos këtë puna. Sot jemi në këtë padrejtësi të madhe që mbizotron tokë, nesër sabah, dita e shtunë, ngritemi sabah, krejt dunja të gjyku me ligjin e Allahut me drejtësi absolute. Zbahut kështu. Pa I përven krap, me përmisu fillimisht vetën tonë, rrethin tonë, familjen, shoqërinë, nuk bëhet ky përmirësim. Kështu e ka vendos rregull Allahu subhanahu wa taala. Ky kader I Allahut mbani mend ecë në përdor rregulla, tradita që Allahu I ka vendosur në tokë e të cilat janë të pandryshueshme. Këtë begati që Allahu që ju humb ummetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, qeverisja në ligjin e Allahut subhanahu wa taala e humbur muslimanët. Kishte disa shkaqe. Disa shkaqe. Tha Omer ibn Khattabi, ne jemi një popull të cilin Allahu e ka ngrit me Islam. Kush don që dëshiron me ngrit veten me diçka tjetër jashtë Islamit, Allahu ka me poshtruar. Ky Islam që na erdhi na, ky Islam është sistemi I jetës tonë. Ky Islam që proklamohet në xhamia, që investohet në shpërndarjen e saj në për mënyra më të ndryshme. Ky nuk ka ardhur më na kallëzu neve çish mu falën në xhami. Nuk ka ardhur ky Islam me na tregu neve çish falet vetëm namazin. Apo agjërimi, zakati apo haxhi. Ky Islam ka ardhur me na tregue në detaj çdo send të jetës tonë. Ky Islam ka ardhur me na tregu neve në çdo ditë, në çdo momente. Ai që flet, hoxha në këtë rast, çish duhet me folë? Çish duhet me qëndruar? Ku duhet më mbajt? Na tregon neve xhamatliu kur vjen xhuma, çka duhet me bërë? Çish duhet më ul? Çish duhet me shikuar? A lejohet me folë? A lejohet mos me folë? A lejohet me kthy selamin? A lejohet me hang diçka? Na mëson neve. Ky Islam na mëson neve çka të veprojmë në shtëpitë tona kur jemi veçvet. Çish të veprojmë me bashkëshortet tona? Çish sillim me fëmijët e tonë? Çish ta kemi raportin me ortakun në biznes? Çish ta bëjmë biznesin? Çka lejohet me shit, çka lejohet me ble? Kujna lejohet me i shit, kujna nuk lejohet me i shit.